Shqiptarët janë shumë punëtorë, edhe pse për shembull në aftësi turën, në art turën, në punë turën thjesht, pse me çu jashtë, pse mos me zhvillu vendin tonë me ecë vendin jonë përpara. A mundesh me na treguar për çu shkon dita jote e parë kur ja ke fillu me bo punime dore ndru? Dita e jam e parë u konë shumë domethënë ditë e veçantë edhe me babin ja kom nis punimit parë që tash ka bashi, prej tina i kom edhe hapat e parë, te po babin qysh tek nisi të më hinë qef me një fjalë dhe vazhdova vetë. Po si fëmijë Arber, a e ke pas talent pikturën, vizatimin, diçka kështu, se po e vrejmë që kje dhe bukur shkrim besa. Realisht artin e kena familjarisht, jo nashta vizatimet për shembull kështu si kom pas, për çef kem qenë më i ri. Po pikturat se pam që ki pikturu një peisazh shumë të bukur atje. Po, shumë e vërtet, por nuk ka që kom pas për shembull dëshirë shumë madhe, po kjo më ka lind me kalimin e kohës. Se thash familjarisht e doj artin edhe gjithmonë në krem të bukurës. Po me çfarë lloje drurit po punon më shumë Arber? Zakonisht punoj me drutarës, është kryevepër, për mua është droni më i mirë se si thej. Okej. Për ndryshe këto je kanë tu e punu televizionin Arberia? Po, këto. Sa kohë të merr me boni punim tillë Arber? Tash më varet për shembull a dën daltem, a dën vetëm shkrem, a dën pirografi, më varet gjithmonë sipas klientit se çysha i ka dëshirë. Po zakonisht nëse është gavrim, atëherë shkon pak më gat, nashta një ditë. Po. Jo rregullisht me punu do, po ko pas kohe. Po. Domethënë Arber ju edhe keni pas mundësi me punu edhe jashtë shtetit, besoj. Po. Edhe keni zgjedh me biznes, me talentin tënd, me vepru edhe me jetu në Kosovë. Po, realisht. Sa ja ka vlejt ky vendim jote? Ja ka vlejt edhe me ta thonë drejtë nuk jam as pak vizhman, se gjithmonë, kom thonë edhe intervista tjera shqiptarët janë shumë punëtorë, edhe pse për shembull në aftësi turën, në art turën, në punë turën thjesht, pse me çu jashtë, pse mos me zhvillu vendin tonë me ecë vendin jonë përpara.